Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Dhe tashmë jemi sikur se premtuam me dy të ftuarit e radhës më. Po. Dy prurjet fantastike të X Media. Pa të lumt goja. Katie Preza dhe Nejada Muça, mirëmëngjes, mirë se erdhët në Mirëmëngjes, shumë kënaqësi. Si jeni zgjuar? Mirëmëngjes. I kemi koleg. Top, si gjithmonë. Jemi zgjuar që në orën 2 të mëngjesit. Edhe nuk kemi fjetur fare, vetëm ka emocionet edhe entuziazmi I madh për qenë këtu. Tani vetëm një korrigjim I vogël, emri im është Neada dhe jo Nejada, dhe emrin e kam më të shenjtë se emisioni juaj I mëngjesit, kështu që Rudi çfarë disi. Kërkojnë ndjes Kristina. Pa problem, Fabian, është kënaqësi Kjo kemi. është batutë e vjedhur nga një prodhim Adriatike ka pasur emrin. Neada kërkojnë ndjes, ti e di që unë e besoj që ti e ke super shenjtë emrin, kështu që Nejada Muça. Ndjesa pranohet. Jam sot falem. Pa j është. Është me j, Neada Muçaj. Tani ndaj u bën me j. Muçaj në fund e kishte bërë mbi emrin. Mund të merremi gjithë ditën me këtë. Ti mund ta vizë jën. Çon muskujt direkt. Si është ajo për një j që ti se vë? Fjala besnik. Nejada Bëhet mik. Okej, shoku im. Po si më jeni zgjuar një herë, si më jeni zgjuar. Unë thash jam pa gjumë, është shumë e çuditshme. Në fakt, nuk e di, unë marr një telefonat nga ora 8 e darkës, duke më thënë që Eja në emisionin tonë të mëngjesit për të prezantuar programin më të ri që unë dhe Katie do të bëjmë në X Media, për cilën jam shumë e lumtur. Në fakt edhe nuk e di, më kapën emocionet ndoshta edhe nuk po reatohesha dot, nuk po flia dot, e kisha mendjen aty. Është totalisht një gjë sfiduese për mua. Po. Si ishte emri I emisionit, Kate? Mendoj një herë. Mendoj një herë. Pse quajtem ne mendoj një herë? Sta thot vetë titulli Që ta mendojmë një herë. Flasim për tema interesante, gjëra që si kanë gjuar njerëz. Televizin vëlla. Të dalin ti dëm të flasin. Ju vazhdoni lini rradhën. E po tani, kemi edhe në vendin tonë këtu. Vetëm kujtë, dakor, Po kem mbasdite mo, dale, sekondë. Nga darka. Ato se dimë. Kujdes Ah, kur po ne dini. nuk e themi dot. Është ore, gjithë që kanë kështu sekret, nuk mund të themi kur është. Çfarë është? Po mirë, ne mund të pyesim çfarë do flasim? si lindi, Okej, mendoj bëni një. pyetjet ju, pa. Po, okej. Ti bëjmë pyetjet ne. Po pse pa nga Katie kur Sa ka është bërë net worth pyetje? juaj? Net worth jo. Ore, tamam, kjo duhet të marr vesh. A paguhen më shumë se ne apo jo, për shembull? Është gjë. Besoj që po, sepse prime time paguhet. Edhe ne kemi orarin më Mund të të vazhdoni, besoni? Një gjë ndar. Është besimi është gjë. Kemi më shumë sponsora se ju. Kështu që fitojmë miliona, Që të paguhemi ne është e gjitha. Okej, si lindi mendoj një herë. Lindi si një ide, edhe të dy jemi kontaktuar, domethënë, dhe jemi pa nga Instagrami, nga shefi I madh që e përshëndes këtu nga xhami. Bekuar qoftë. Baba Mondi jo. Ka bërë dhe këngë to. Thelbi ishte për të bë, po edhe këtë mos ta nxjerr se e kemi bërë një këngë që do nxjerrim së shpejti, e kemi bërë surprizë. Ka lind si kështu si muhabete sociale, domethënë, për teori konspirative, për nga këto budalliqe që flasun, nëse më keni pa në herë për shkakun. Po, Katie ishte që flet budalliqe në këtë program. Jam ai që flet budalliqe, me thënë të vërtetën. Budalliqe ngjajnë në plan të parë. Jo, s'janë, mua më duken shumë interesante. Do të thënë, do ketë fokus tua tek këto gjërat që ti flet, do sjellësh diçka nga ai karakteri, do jetë në emision, do gjejmë diçka të tillë. Pak a shumë, diçka të tillë, do mundohemi të kemi më të faktuar, më të zgjeruar, sa aty thjesht I bish shkurt, thjesht ju ja them me nerva, kështu siç jam në moodin ditor. Do mundohemi kaq me nerva kot për një publik që mbas edhe mund të jetë I nëse të gjithë do kishin mendimet e mia, do ishin gjithë me nerva. Do e thojë. Interesante, sa e bukur kjo. Çfarë mendimesh janë ato për shkak? Mendime irracionale, mendojmë për gjëra që nuk parafliten, domethënë kam shumë bezdi këto thjesht folje të kot, domethënë do të ketë një esencë gjëja që thua. Do të ketë një esencë. Plus që nuk do të zihemi me njëri tjetrin, kam vurë që zihemi të gjithë me njëri tjetrin, domethënë thjesht zihemi, jam I sigurt që dikush nga lart na shef kështu, ua shif miu im po zihet me macën time, sa cute. Do flasim edhe për kafshës shtëpiake. Është e vërtetë. Ti beson ti beson se ne jemi disa specie të hedhura në këtë planet që menaxhohen, survejohen dhe pak a shumë argëtohen duke na parë, jemi si një lloj Big Brother, mendon se ka ca forcat huaja si për ne që e bëjnë gjithë këtë. Patjetër. Është. Patjetër, bëjnë qef, na shohin duke bërë qef gjatë gjithë kohës duke na pa. Ka forcat huaja, po ka edhe shqiptarë mes tyre, edhe për t'u bashkuar mendimit të Kedit, unë nuk mendoj se janë budalliqe. Në fakt, kjo vërtetohet shumë mirë nga kurioziteti që kanë njerëzit sa herë që ti e ndjek Kedin në videot e tij në TikTok, aty e kam rastisur edhe unë pikë së pari, edhe jam nga ato që jam dalur për ta dëgjuar deri në fund, ka bërë shumë përshtypje se si një djalë I ri, unë mendoj që Kedi ishte shumë I vogël, po është ne jemi bashkëmoshatar apo jo?
Se si ndryshe nga pjesa tjetër e njerëzve që përdorin TikTokun për gjëra argëtuese, se ky popull ka nevojë për komedi dhe thjesht për ta hapur gojën tek ato videot me zëra të gatshëm, Keidi është nga ata njerëzit që ngre pyetje edhe të bën ty të mendosh që mos ti marrësh gjërat e mirëqenia ashtu siç janë, sepse ka të vërteta që janë të diskutueshme. Nuk ka të vërteta absolute, edhe meqense ti përmend Big Brotherin, unë mendoj që për sa kohë jeton brenda një sistemi, patjetër që ti je i survejuar, edhe këtë nuk e themi ne, këtë e ka shkruar George Orwell, kështu që është mirë që njeriu të ketë pikpyetje edhe të bëj pyetje vazhdimisht. Fal, kush është George Orwell? Nuk e di, nuk e njoh. Unë kam pasur Ka jetuar në Itali. Po. Edhe nuk emigrant shqiptar. Është ai çuni me atë Alfa Romeo në kuqe. Është ai që parkon gjithmonë atje dysh. Këto poshtë, kam pas komshiu. Shkreti. Edhe ai survejuar. Po. Nata si të duket bashkëpunimi me Keidin? Po, pra. E thash pak më herët që është sfiduese për mua. Unë mendoj që Keidi është thesar si njeri, sepse po, bravo, të lumt. Sepse i e përgjigje shumë pyetjeve të çuditshme, por në të njëjtën kohë e shoh edhe kështu si thes boksi për ta grushtuar, për gjëra që nuk biem dakord. Edhe mua më pëlqen kjo kur ka debat, edhe kur njerëzit rrajnë mendimet me njëri tjetrin, është sfiduese sepse un kam një eksperiencë tjetër, ndërkohë Keidi ka një eksperiencë tjetër, po mua më pëlqen që ta provoj veten në pozicione të ndryshme, sa i takon njohurive edhe eksperiencës televizive, pse jo. Super. Çfarë thash? Jo, Se mora Budoja vet. Ma thonë në kufje këtë, ma thonë në kufje. Asgjës, po mbaron atë detyrën, shikon, çfarë do Jepi, vazhdo. Tani çfarë do thuash pas kësaj? Po se jeni shumë të qetë. Po tani çfarë do po çfarë të qetë? Po sigurisht jemi të qetësh, mëngjes, nuk jemi si ju mazite e keni dark ose kur mund të jetë, se mund të jetë pas këtë vit. vjetës. Mund të jetë vitin tjetër, nuk e di. Po pra, është surprizë, ajo është linë e gjitha. As këto se din, ore, kupton? Jo, më duket se është për natën e vitit 3. Është për natën e vitit. Po viti 3 kinez. Viti 3. E mbaroj Edhe me kalendarin e vjetër siç ka qenë, kështu që gjeni. Shi sa e bukur është trip. Çfarë viti është? Ju keni pikat përbashkëta në sensin e gjërave që besoni, e ke parasysh se mund të jeni dhe shumë të kundërt, jo se është gjë e keqe, mund të jetë shumë pozitive, mund të krijojë ato shkëndijë debate. Se di, kemi vetëm një javë që njihemi, me thënë drejtën, nuk e di çfarë pikash të përbashkëta kemi. Jo, pikat përbashkëta në mënyrën se si mendoni median, komunikimin publik etj. Se sigurisht në gjëra më personale është shumë herët për të njohur, patjetër. Se di, okay, nga ato që të kam thënë unë ty, të duket sikur ndaj të njëjtat mendime me ty? Pak a shumë. Është njëri skeptik, domethënë nuk mund t'ja mbushësh mendjen kollaj, se unë llogaris për shkakun si shumë veta që flas live. Duhet të jetë robi mendje hapur për të dëgjuar ose për të kuptuar logjikën që po thon, po jo mjaftueshëm mendje hapur thjesht për të thënë, "Oh, dakord." Direkt, sepse ashtu është thjesht një vorbull tjetër. Ka mendim kritik, pra po thua. Mendim kritik. Kam pak e përdor trurin më shumë se 10%, se ashtu zakonisht. Diku te 12%. Është ajo që sfidë, duhet një sfidë. Einstein e përdorte 12%. Në fakt nuk është e vërtetë, megjithatë çrëndsi ka, pak ti e kupton thelbin. Pse duhet të shikoj publiku mendoj një herë? Kush tha që duhet ta shikoj? Romeo. Mos ta shikojnë më zemrat. Romeo ka Nena Lusin, nuk kam pse shikojnë fare. Mirë qasja. Tani unë mendoj se publiku duhet ta shoh sepse realisht është në këtë aspekt. Çka ka të veçantë? Janë dy të rinj që ngren pyetje për gjithçka. Edhe pse roli im në fakt është drejtimi i bisedës, siç e thash, Keidi është aset, është ai i njeriu që të shtyn të mendosh përtej asaj gjës që të ofrohet dhe ne kemi pranuar gjërat kështu siç janë. Në sensin, duke marrë parasysh edhe ngjarjet e fundit, ty të është imponuar vaksina, se tani po dalë me këto teoritë konspirative, me idenë që ti do dalësh nga izolimi dhe është vetëm formë për të shpëtuar nga Covidi dhe nuk kalon më pak se 2 vite dhe kundërshtohet vetë ajo që kanë shpikur. Prafitet për pasojat që kanë në shëndetin e njerëzit vaksina Pfizer. Dhe këtu njeriu fillon ngre pyetje, thotë ore çfarë po ndodh, se janë këta njerëzit që ta ofrojnë edhe studiojnë për këtë gjë edhe punon shkenca në të mirën tënde, në dobin tënde dhe janë këta njerëz që i hedhin poshtë teoritë dhe punën e tyre. E njëjta gjë për mirësimin. Patjetër. Shiko, gjatë programit ne do të kemi edhe ekspert që i trajtojnë temat do keni edhe të ftuar. Më thellë, po, dy të parët jeni ju. Sa mirë. Mirë na gjetët. Ne do të kthejmë përgjigje. Po shumë mirë. Nuk jeni, nuk e di atë datë që nuk do jemi. Dhe për sa kohë ne jemi të bombarduar nga informacioni në çdo formë, jeta është bërë shumë e vrullshme, njerëzit nuk e marrin një moment të ndalojnë.
Edhe ta marrin mendoj frymë një edhe herë. ta mendojnë një gjë. Mendoj një herë. Siç ndodh për shembull edhe me rastin e fundit sa i takon ishullit më të famshëm, ku do thënë vitet atë? ende po Ke patjetër informacion? që po. Tani Të shiko, gjitha informacionet. I ke të gjitha informacionet. Ishullit të Ai Sazan. sa ai si ishullin e Sazanit. shiko si funksionon Ma i sa mund gjetë. manipulimi. Në sensin ty të ofrohet një industri shumë e madhe që prodhon filma për fëmijë, edhe për të rinj, edhe ti beson asaj gjës, pastaj pas disa vitesh zbulohet e gjithë gjëja dhe flitet për një ishull të mbushur me pedofil që e kontrollonin Nickelodeon e famshëm. Në të njëjtën kohë edhe Kubrick për shembull ka bërë filma të dedikuar ndaj kësaj gjëje, Të bazuar te ishulli. të bazuara tek ishulli me informacione për njerëzit që shiko se çfarë po ndodh. Një njerëz që deri diku sakrifikoi dhe jetën. Kështu që e vërteta vdiqja e vran. e vërteta E vran. thuhet bukur, po edhe fshihet bukur. Edhe ne këto të diskutojmë. Ka pas një film Eyes Wide Shut që nuk do ta bonte. Kanë Dhe hequr për një kështu- 20 minuta që mungojnë aty, po. Edhe Mund t'i pastaj gjeni, mund t'i gjeni ato 20 u minuta. vet vraj me 3 U plumba. vet vra me 6 pluma më shpine. Po, si me Mecheo. Ore për momentin keni Po, informacion? po, dhe Për për çdo gjë, Elverin do Kemi flasim. informacion. Për çdo gjë. Një pyetje kam unë. Vetëm një? Ku parkoni? Të merr, nuk e di pse, po unë ende nuk e kam rregulluar vendin e parkimit, madje po mendoj të marr motor, duke marr parasysh që është rritur edhe në çik çmimi i benzinës këtu poshtë te parkimi. Okej. Privat. Tani lokacioni këtu është shumë i mirë, me thënë të Po, drejtën. Shumë Lokacioni mirë. është spektakël. Ne jemi te Kullat Binjake, përballë Nuk mund ta piramidës. thuash. Ah, mos e thuaj. Pse? që u Po them s'ka se- paguar këto gjëra. Nice. Jo, Po si jemi si te kur Kullat. ty- Po, si se jemi? din të cilat nga Kullat jemi. Po te Kullat Binjake, mjafton. Kullat Binjake New York. Po patjetër. Jemi Po, mos na survejojnë, ama. Binjak ja vogël. Mandor na nxorën të gjitha molla. Duhet nuk do të thonë të gjitha të vërtetë. E po ju sot që erdhëm ne ju ulët grilat? Po ju ulë mos. Ç'a ndodhi? Po e di pra ta Po tharon na e thoni kështu, po na e thoni si në nën kuptim që ne jemi të zymt. Jo, nuk po themi atë që jemi të zyrë, po themi që me llojin e informacionit që do ndani, kupton, do krijoni probleme, kjo është. Probleme për veten. Po apo për veten, për sistemin? Omeon, për media tërësi, Mund domethënë ta merrni marrim masa, përsipër. merrni Mund ta masa. marrim përsipër. Me kides. Në jada ç'ne vazhdove eksperiencën? Më vdiq. A nuk e ke në jada ti? Është të bëmë Ose mund të që ka në jada kjo. Ma merr pak pasaportën atje, të lutem. Po ç'do Apo të thot thotë pas edhe shapkën. Unë, shiko, sa ti jem gjallë dhe sa ti je gjallë, në jada do të thritë. Pse? Po nuk më pëlqen. Tani më lejo të ta them dhe unë me përkëdhelin në jada, pra ç'ne vendose të rikthesh në media, në radio, e do, e dashuron? Po besoj që po. Për sa kohë jam këtu, beson? patjetër që po. Jo, Duke jo sigurt. duke marrë parasysh të gjithë situatën, mënyrën se si ndodhen gjërat, unë nuk mendoj që është një formë për ta shkëputur një njeri ose për ta hequr me dhunë nga gjërat që ai do. Pse shumë gjëra nuk janë folur edhe nuk janë sqaruar. Do t'i thuash, do ta prekësh, do ta flasësh. Po, më patjetër. Po, Ke një çfarë? pyetje ti për këtë? Po kam, kam pyetje tek ajo, si ndodhen gjërat. Cila? Ato shkëputjet pra. Nga gjërat. Shkëputja e para koshme, e dhunshme që thua, nga ajo gjëja që doje të bëje. Po, një gjë që i bëri përshtypje të gjithëve, edhe u diskutua shumë nëpër portale. Unë jam i vetmi person që nuk ka folur për këtë gjë, të them të drejtën, nuk kam reaguar sepse kam pritur deri ku do shkonte gjëja, edhe ndonjëherë heshtja ose qetësia është forma më e mirë edhe më dinjitoze për t'i parë gjërat, ose sa serioze u bëra, unë nuk jam kështu. Jo, mos ka problem. Tani, ajo që di të them unë është që mua nuk më pëlqeu fare si situatë, edhe qëllimi i saj ishte patjetër që unë të bësha pjesë e një formati shumë të ndjekur. Pra ishte oferta më e mirë e mundshme për mua. Nuk ka diçka të vërtet pas atyre titujve. Unë nuk jam një njeri që konfliktohem në vendin e punës, patjetër që debatet në punë janë shumë të rëndësishme sa i takon ecurisë. Besoj edhe ju me njëri tjetrin i keni ato, kjo është vetëm sjell vetëm zhvillim, përsa ko ka debati kupton që njerëzit kanë interes edhe puna zhvillohet më tej. Por ka njerëz që kështu duan të ecin në jetë përmes skenareve të ndryshme dhe unë u gjenda pa dëshirën time, ishte surprizë për mua të them të drejtën. Ka patur një provokim të vogël që ka ndodhur gjatë një shkëputje publicitare kur kemi qenë në transmetim. Edhe për mua ishte befasi. E çuditshme që një javë më pastaj vjen oferta për Big Brother edhe ti kupton se si funksionon e gjithë skema. Nuk isha absolutisht dakord. Nuk ishte Nuk duhet ishe pjesë e formatit Bigut. Absolutisht jo. Nuk e kam kërkuar ndonjëherë. Nëse do ta kërkoja, unë do vija ndryshe në televizion. Është forma më e thjeshtë për të bërë i famshëm, edhe më e shpejtë,
po unë nuk e gjej veten aty, nuk e kam kërkuar asnjëherë famën në këtë lloj forme dhe në thelb unë mendoj që unë nuk kërkoj Pra, ka të famën. bëjë dhe rruga, jo vetëm destinacioni. Po patjetër që po. Absolutisht. Po pse mendon se domethënë ata donin që të ishit të dyja pjesë e formatit të realitit? Unë flas për të vërtetën time. Okej, patjetër. Unë nuk flas dot në emër të njerëzve të tjerë, do ishte shumë mirë që ta thonin të vërtetën të gjithë, edhe të mos trembeshin, po ndonjëherë kur nuk ju bie dot mëdhenjve, ju bie të vegjëlve, se ashtu të leverdis, edhe nuk e di, nuk kam çfarë them për Jo, dakor. për personin tjetër. Jo, për Nuk e personin di tjetër për të nuk dyja, do, unë di që absolutisht. mua më ka ardhur oferta, më ka ardhur 2 herë. Ka qenë një periudhë një çik stresuese, të them të drejtën, në gjithë vazhdimsinë e saj, po kjo nuk do të thotë që unë të lidh duar, të lidh gojen, edhe të izolohem totalisht nga bota, të sillen sikur jam fajtore për një gjë që nuk ka ndodhur kurrë. Dhe nuk mendoj që është e bukur. Jo për të bërë viktimën, po kjo është e vërteta. Jo, në opinionin publik, unë nuk mund të flas për gjithë opinionin publik, po Po, ajo çfarë ndjej, perceptimi është ky që absolutisht kjo ka ndodhur, domethënë që gocat janë përplasur me njëra tjetrën dhe kjo ka qenë arsyeja e largimit nga emisioni që bënin. Kjo ka qenë të paktën perceptimi publik dhe unë mendoja se e kishte rrah vërtetë. Tani, dhe ka një lloj fiziku. Po, kur je nga te Pelena thuaj, nuk pyet se të dela i damari këtu para. Po nuk është e vërtetë pra. Jo. Nuk ka patur një sherr fizik, po është vetëm ja formë që ti të bësh zhurmë, dhe për sa kohë zhurma shet, bujrum, jepi gaz. Jepi gaz. Është shumë e qartë. Na vjen shumë mirë që e shpreh të vërtetën tënde dhe na vjen shumë mirë që nuk është ashtu siç serviret dhe na vjen shumë mirë mbi të gjitha që ti po e rigjen veten tënde për të rikthyer në atë gjë që ke qejf të bësh. Jemi shumë të lumtur për ty. Faleminderit. E themi sinqerisht. Faleminderit. Po. Ama po shikoj seriozisht se më trembe. Kam bërë çik skeptike tani për çdo gjë që më thon. Duhet të Jo, më ta themi sinqerisht. Ore ne po të kishim po të bënim kështu plane djallëzore gjëra. X të rash. E ke parasysh? Jo, më po të kishim do kishim pranuar dhe ne të futeshim për formate po. Pse ty të ka ardhur ftesa Rut? Edhe muajja 2 herë po. Për Bigun, ë? Këtë vit apo? Edhe këtë vit edhe. Po pse s'më veu burr do ishim bashkë. Po pra, kishim bërë një dorë muhabet, kishim marrë Katie, ne? Preza. Thash saktë. Po aty ja thua mirë, aty po ti ja thua dhe mbi emrin. Ti do ishe fut Më bën me dy mendje. Në dy mendje. Po pse nuk beson? Edhe po, domethënë, ë? U rrej censurën më shumë se gjithçka tjetër. Domethënë fakti që nuk mund ta thush këtë gjë ose nuk mund ta thush kështu bla bla bla. Gojen më ka dhënë ai që më ka dhënë kur linda. Jo shteti, jo televizioni, jo asgjë gjë. Është gjë që u rrej më shumë këtë ditë. E qartë. Edhe pse duhet thënë që censur ka kudo. Edhe këtu ka censur? Po sigurisht, kupton, nuk mund të thuash atë që mendon pas një lloj Po jo, neve na thashë. Ka dhe autocensurë. Po ka autocensurë, sigurisht. Këtë nuk e kishim pjesë kontratës. Ka vetë përmbajtje, po neve na thashën të lirë këtu, mund të bëni çfarë doni. Edhe na është na thanë, unë tash do të shaj çdo ditë tash Romeo, se s'më ka lëshkuar, kujdes çfarë do thuash mos thuaj. Jo, ka kaluar rroga po akoma? Akoma. Okej. Akoma. Aq po, tani shiko 3 muaj pret robi. 3 muaj pret robi. Pastaj ne e bëjmë për qef, edhe ti. Ne jata nuk e bëjmë për qef. Media është çështje pasioni. Vërtet, Mateo? Lekët shkojnë e vinë. O Mateo, çka ke bërë ti gjatë kësaj kohë që nuk ishe në media? Ka ngrën. Asgjë. Ç'është vërtet? Çfarë pasioni ke patur? Degustator. Kulinari. Shikoj, për te pasionit është edhe punë, mos bëjmë tani kështu si luftëtar para Partizan, se nuk kemi njerëz që kemi sponsora nga mbrapa. Ore, mua që na ndihmojnë, kështu po patjetër. Prandaj shumica po futen në për reality show, se është bërë e vështirë aty, ashtu duhet ja dalësh. Është fenomen, ta bëjmë pyetjen, por është fenomen që vetëm këtë doja të prekë, dhe doja një koment edhe nga Nejada dhe nga. Për Mozën. Nejada, po. Ja, mo, le të ta them Nejada. Mo, nuk e pëlqen më çkem. Nejada, është shumë e bukur. Dhe doja të merrja një koment. Si ka mundësi më valla që të jesh, domethënë edhe rasti për shembull i Moza Ahmetit, që përfaqëson, janë bërë njerëz që janë shpend pas Mozës dhe nuk kanë dhe fajo, është fantastike. Është fantastike, është personazh i jashtëzakonshëm. Tani si ka mundësi duhet filtri për të qenë dikush i sot, për të njohur, duhet të jetë kalimi nga formatet e reality jote. Mund të bësh një gjë për vite me radhë, ajo ka shkruar shkreta, ka bërë piktura, ka 50 shkrime tek Mapo, kupton që ka bërë shkrimet. Edhe kjo në fakt është hipokrizia më e madhe. Është çmenduri. Që njerëzit tani duket sikur e duan edhe e adhurojnë dhe bëjnë sikur kanë lexuar poezitë e saj, nuk e di dolëm leximtarët më të mëdhenj në botë të librave, as kam përshtypjen që as e njihnin kush ishte Mimoza Ahmeti. Ajo shkreta është futur në reality pikërisht se si blende njeriu financiarisht nuk kishte para, u fut që ta fitoja atë gjë. Kupton? Në resash. Unë e quaj të transmetuar seksualisht në kohët e fundit. Fama. Fama është diçka që transmetohet si smundje CST. Duhet të bësh pika me dikë që është i famshëm dhe pastaj bëhesh dhe ti.
të ngjitet. Ja, këto gjëra do thotë në emision. Mos më ka rezultuar ashtu ore. Okej. Ose ka marr masa, nuk e di. Po varet, ka njerëz që e marrin me merit, domethënë me merit do shumë kohë, nuk e bën brenda natës. Shkon diku edhe pa pritur ta njeh gjithë Shqipëria emrin, po ç'a bën ky personi? Mirë, është vëmendja më e madhe në reality show dhe imagjinoj e vend shumë i vogël bashkë edhe me Kosovën, ne jemi vetmi popull që kemi 3 reality show njëri pas tjetrit. Edhe kjo është e çuditshme. Domethënë me çau shemi ne, vetëm para televizorit edhe para telefonit jemi gjatë gjithë kohës, domethënë ke Big Brother VIP Kosova, Big Brother VIP Albania dhe pastaj Ferma, pastaj pushime verore, pastaj fillojmë prap. Ajo është zgjedhje, ke parasysh. Dhe ne duam të shohim njerëzit në më të keqen e tyre, se ndoshta kur ne e dim që këta njerëz janë të artikuluar, të lexuar, e kanë formim me ku di unë, ndihemi inferior edhe nuk i konkurrojmë dot ose ndoshta nuk i kuptojmë dot. Kështu që më mirë t'i shohim të zhveshur edhe t'i përdorim edhe t'i vëmë edhe në për skema të çuditshme. Edhe tallemi me ta. Që krijojmë situata edhe po është zgjedhje, ke parasysh mund mos i shikosh. Po mirë, është zgjedhje deri diku se oferta mund të jetë tunduese në fillim, edhe ka shumë njerëz që bien prek, ka shumë njerëz që kanë thënë gjithmonë jo kurr nuk do shkoja dhe pastaj e gjejnë veten duke fjetur nëpër krevatë. Është shumë vështirë gjesh diçka ndryshe. Domethënë. Rudi ti pse bën rezistencë burri dheut? Ç'a do më? Po ti ja ke marrë dorën. Sa vite u bërë medias, televizionit, njerëzve. Nuk bëhet fjalë jo. Okej. Po kalon tema tjera, të lutem se ka. Mateo? Po. Mateo nuk do, Mateo do. Njëri nga ju duhet largohet. Okej. Kedi. Apo Kedi. Okej, Rubin. Pa i zotin live jemi? Çfarë këtë emision? Patjetër. Rubin. Po si dush mos e vras me fare. Si dush. Çfarë shkolla ke di më burr? Nga i merr këto informacione? Menaxhim biznesi. Nga shkolla ime kam marrë një total prej 0 nga këto informacione. Nuk beson nga këto institucione, kështu shkolla. Është një lak që ta hedhin me detyrim në fyt që 6 vjeç. Kategorizimi i dijes, e quante Foucault-ja, po duhet. Kështu ka funksionuar u bë gjithë to kohë. Duhet, po do bëja shumë ndryshime. Nuk e para një herë nuk mund t'i japim çunave të vegjël të njëjtën gjë që i japim gocave të vogla, nuk mund t'i japim dikujt që i japim me zor matematik, t'i japim dhe letërsi. Domethënë ka një formim përgjithshëm, duhet ta dinë gjithë si shkruhet, si lexohet, diçka rreth muzikës, diçka rreth historisë, gjeografisë. Pastaj fillojnë në futën budalliqe, domethënë dhe për të plotësuar të 9 vjeçarshin t'i japin dhe përsëritje, diçka që ta mësojnë klasë 6, edhe të 7, edhe 8, 9. Beson që çdo vend meriton qeverinë që ka? Ja bëjmë këtë pyetje. Është shpreha më vërtet në botë, domethënë. Atë që keni, atë meritoni, sepse atë keni lënë të ndodhi. Po nuk ka qeveri. Pse fol kështu? Mjaftueshëm. Po thua keni. Po. E pra, sigurisht nuk jemi. Po se shiko, Keti vjen nga planet tjetër. Duhet ta respektojmë. Edhe ka një qeveri shumë të mirë te kushtai. Unë nuk besoj në procesin e votimit. Okej. Unë nuk besoj në procesin e votimit, bie fjala, nuk kam votuar. Ha? Nëse votoj në herë 10 herë parë, kështu që nuk e fus veten të procesi voton. Mirë Kate, nëse do kandidonte Alfred Cako. Kushton 100.000 euro vot. Kandidon Alfred Cako. Alfred Cako ka qenë deputet me qira fjala. Po mirë kandidon prapë tash, ka i parti. Partia mendoje një herë. Pesa e pa informuar që është. Jo, ajo bën një po ignorantë janë sot në media apo jo? Është ignorantë. E paditë, po mirë. Jo, s'është një degë. Po më lër faleminderit. Jo, se ka një diferencë, duhet ta them. Ignorant është ai që mirëpafshim, faleminderit. Jo, me Adam let flas. Pay 10,000. Unë nuk e di me kë po flet ti po flet me Neadën, unë jam Neada dhe po i bëj një pyetje Kedit, nëse kandidon Alfred Cako nesër, zgjodhi mëngjes, edhe thotë unë do partinë time, do e votoja? Po, patjetër. Okej, vetëm ai për ty do bënte shtet. Po, edhe unë vet. Ti me të, okej. Ai kryeministër ti zbon kryeministër. Lider si Sali Berisha këtë vend. Me një vesh. Fakt do isha unë kështu spaku veten time, jo zëvendës. Ore, s'është e keq në fakt. Ai që i kap, ai që i përgjon, ai që më mirë se Adriatik Lapaj për shkak. Bo, mos e presim, po bëra keq, bëra keq. Do ta ftojmë patjetër. Do të bësh atë pyetësorin të shpejtë? Ore, se ne kanë bërë gati, është kot mos ta pyesim. Ore, lule bore. Ore, regjia jon është kanë ndërtuar redaksia ke drejt. Ngatron terma gjithmonë ma bën këtë gjë. Kush nga ju të dy është më i vështirë në punë? Unë do them për veten. Okej, shumë. Jo për veten, mirë. Kush vjen i pari në punë? Unë. Kush e nisi pari debatin? Unë. Neada. Okej. Ja nga sigurt. Kush e fiton i pari debatin? Unë. Kush është më perfeksionist? Unë. Po perfeksionista, më perfeksioniste je ti. Edhe aty dole. Kush paguhet më shumë? Njësoj Rudi. Ja fut kote. Rudi. Po edhe për shka, ore, reflektime. Dgjoj, për të gjithë ju që se dini. Tu askush nuk paguhet. Unë u binda tani. Rudi është shareholder.
Çfarë do të thënë për ne është shqipfolësit? Është në stadin partner, nuk është në stadin Jo, re. rroktar si neve. Me gjuhën Gjysma tavolinës është e rrugë. me fjalë kjo pjesë e laptopit e kam unë. Me fjalë të Romeos është jemi vëllezër. 13% Jemi vëllezër. Cili është cili është konspiracioni më i çuditshëm që keni dëgjuar? Kush është konsumator? Konsumator dukesh jeti. Megjithëse dy konsumoni mos. Konsumator kosi. Unë nuk mund të jap përgjigje kësaj pyetje. Përgjigje, jepi një përgjigje Ka të lutem. konspiracion thua. Ka konspiracion, të paktën kohët e fundit, 2 muajt e fundit nuk më ka ngel më konspiracione me fol. Janë thjesht vërtetë gjithçka. Kush Ai di gjitha, Okej. ka shluar botën. Kush e fiton luftën? Nuk ka fitues, është thjesht dy anë të njëjtës coin, të njëjtës clipped coin që bëjnë sikur zihen me njëri tjetrin. Dhe qëllimi është me u tall me ne. Pra fitojnë të dy. Njësoj ka ndodhur gjithmonë, domethënë. Kush është- Vriteni këta me bluzë jeshile. Hajde. Sa Nuk mirë ka që pas, s'vesha nuk jeshile ka sa. marrë vesh i pari, i dytin nuk ka pas informacion, thjesht kanë vrarë njëri Tu tjetrin. do të kundërshtoja unë ti, po të lë të kështu, po do të kundërshtoja. Kush është figura më e pëlqyer publike që keni, secili nga ju domethënë? Unikatili. Ne kishte thjeshtë, se kishte. Po, dakor. Më pëlqyer publike? Po, një figurë publike që. Unë asnjëherë nuk kam patur idhuj të them të drejtën, sepse është idhuj. po mirë, ta mbaroj. Okej. Faleminderit, Po, respekte. patjetër. Sepse Aty ka qenë ulë Spartak Po, Gjela lene që ja bëri të këtë gjë. flas. Okej, mirë. se kam Po. bërë Ore do më lë operacion zëri. të flasësh. Ha. Dola në Po, origjinë më po, duket. po. Sepse kur i njeh njerëzit nga afër janë shumë ndryshe. Edhe kjo është frika dhe stepja më e madhe. Kështu që nuk është se kam ndonjë simpati Okej, po të e dirama. veçantë ose adhuroj dikë. Jo. Bishaka. Single apo jo? 8 vite. 8 vite. Sa Po, cute. pra, Okej, vërtet, po. e. Po ti, e dashur? Neada. Ne Single, jada. single. Single, a? Slingle. Këtë kanë rënë gjithë atë Jo, këqija. po, nuk e di pse. Nuk e di ç'më kanë bërë riqimin e derrit. Magji. Ore, nuk ka kush shkon më keq. Kanë do të mallku. durohesh. Uroj të mirë kjo. Kush është më filtrues apo flirtues? Filtrues. Kush E filtron kam- më mirë si vesh? Filtron. Kush Unë. filtru? Filtron Qa ujë kështu filtron? me bë ujë me elektrolite. Unë. Jo, flirton. E bën Kush është rak më filtrues. flirtues? Ai është i martuar, ai s'flet. Kam Kam Kleo zakoj atje, që e kam kam marrë si kaluar. bëhet. Ai madje Tet merr vjetë. gruan telefoni thotë i flas në adës. Me lepre stash. Është vërtet sa do pak. Do Është e shëndetshme. do të thënë nuk beson në asnjë institucion përveç monogamizmit i bie. Po. Shef që beson diku? Ja vazhdojmë ti e Po di. nuk Qa është do? institucion. Si? Flirtuese, është pyetje, ai e flirtuese. Po besoj që gjithë njerëzit janë Jo dashur gjithë pa janë. jo, ti jo, ti jo, fare. njerëzit duket po. Kush e ka bërë sherrën e fundit dhe për çfarë? Me lepre star? Po. Unë s'kam bërë sherrë, unë nuk bëj sherrë. Po, patjetër. Dakor. Ti nuk bën Shuere. nëse nuk bëj sherrë ta thot në jada. Po flisni për të drejtat e femrave të meshkujve dhe për abortin, bie fjalë, mos më zgjat shumë. Ai është sherrri i Uaj, fundit debati që që kemi po bë. pas debati po nuk është sherrë. Sherrën. Ore, debati është rrafëm. Më fal një sekond, si ishin qendrimet tuaja shkurtimi çfarë? Ku për çfarë u zut? Pro abortit kundër abortit. Ne jada thuaj. Pro abortit dhe ke Ti je dish për kundër abortit? po po. Ti je kundër abortit. Nuk jam kundër, ka raste përjashtimi, po që nuk duhet të jetë kaq e normalizuar, duhet të jetë në balans. Nuk duhet të jetë normalizuar. Nuk ka të bardha ose të zeza. Po, domethënë Mateo, Nuk duhet të jetë në. mos e teprot lutem. Ky është Nuk duhet thelbi. jetë- Po, dakord jam dhe unë, domethënë pjesërisht me të dyja palët. Domethënë që Po, po. duhet të ketë të drejtën e zgjedhjes, po jo që të bëra një abort sot se s'nisem. Për shef. Okej. Pastaj piva dhe Jo, një na kafe. tani, Okej. Se është e tepërt e pastaj. Kush është Që bëra një abort sot edhe. E pra? Jo, po ç'është Bë- kjo humori zi? bën shaka, Batuta bën e shaka. jo. Tallu ti po ashtu është. Ashtu është kthyer më. Ashtu është kultura andej nga po e importojmë. Po patjetër. Nga jo bën kam shaka? frikë. Kush është figura publike që nuk do doni ta shikonit më nëpër ekrane? Më? Po. Sali Berisha. Domethënë kam frikë të hap Një radion. sekond, një sekond. Pse? Kam frikë të hap radion Pse? kur Pas ka është personal. të dielave. Pse? E ke në Pse? çdo media të mundshme. Jo, Po, patjetër, mo. Po nuk mendoj qa- që qa është shohim? është konsumuar ose Monika është konsumuar? Kryemadi për shembull. Nuk Pse? më pëlqen, nuk do doja. Seanca figura që i kemi lartësuar shumë, duke ditur mjaft mirë se çfarë kanë bërë, Po edhe ato pse që jemi nuk këtu ku nuk kanë më jemi. gjendor tani. Kështu që Po nuk kanë më gjendor, pra pse pse nuk duhet duhet të marrin, pse nuk të merremi gjithë me kohën njerëzit që kanë gjëra televizion? në dorë. po pse mos shoh kanë ty në unë dorë- Mateo për shembull. Po mi më dakord, po pse s'kan duhet thua gjendor. mos ta shikojmë. Mateo. Po nuk kam atë qef shkretin. më. Ah, okay, mirë. Kanë A, në më dorë pyete. mendjen e anës kundërshtuese të kësaj ane që ka gjithçka në dorë. Kush është figura? Çfarë thot Ke- ky? Çfarë pikë ky? Çfarë thot ky? Ç'se mora vesh, çfarë ma thuaj edhe Jam një? thjesht. Kush ka pirë te Fixhani Kedi? Kanë Sazan Guri dhe? Jo, Sazan Guri ka pirë aty. Po dakord. Sazan Guri, E ndjeve aromën? era Sazan. Adriatiku. Era Sazan. Era Jo, është Sazan. Jona në fakt. po. Sazani, po.
Unë kam me gjithë parlamentis do bëhet diferencime një tre çereku i estradës në një shumë Ta vetë. shkrim fare. Nuk ka asnjë parlamentin. person për shembull që të frymëzon brenda politikës shqiptare që thuash që ky individi s'është keq vëlla. Zeqineja? Gonshea. Shaj politikë keq. Jo. Jo, Jo. as edhe një. Përveç Alfredit. Okej. Më shumë se sy hapës se sa politikan, është më i drejtë, është Kush është më dramatik nga ju tham? Unë. Ja, do. Nada është më dramatik. Është e gocë. Tani gratë Kemi janë tre çik më ditë që dramatike. njihemi o bu. Po. Ti the javë. Kjo është Po unë dramatike. gënjej, kështu që. Unë tre ditë që ju duk një javë. E Unë pranoj. gënjej. Po. Kapën i kamerë. E skandal fare. Mendoje një herë- a ke pyetje tjetër nga ky pyetësori që ishte? Jo, Që s'morë me gjasë. e zauruan. Ka që kanë shkruar. Na detyruan. Këto janë pyetjet. Sa Okej. Na Ja mos e detyruan. folëm boll, keni gjysor. Na detyruan. Gjysor që flisni 40 minuta. Shumë faleminderit. Dorë. Ju bezdisëm. Tani ju nuk do na thoni eksaktësisht se kur është. Ne nuk e dim. Nuk e Nuk e di. dim. Por së Mund t'jetë shpejti. kur Mund të jetë do. sot, Së shpejti. Së mund të jetë shpejti. nesër, Mund të jetë nesër, mund Mund të jetë t'jetë- tashi, Shiko se. mund të jetë. të hënave dhe të Por mërkurave, nuk e gjithsesi dim. ne ftojmë të gjithë që ta ndjekin Mendoje një herë, një program jashtëzakonisht shumë interesant. Unë bashkë me Rudin në rast se na ftoni do ju vim. Patjetër që po. Do ju vim se na keni Po ardhur. nuk Me do jeni kom të të marrë. ftuarit e parë, Po jo të sepse parë, se po as ju nuk ishit parë, po i ftuari i parë duhet të jetë detyrimisht një Pronari. njerëz shumë i famshëm Shumë edhe i i famshëm. arritur okay. Po pra pronari. për te oqeanit, kështu që do ta zbulojmë. Është një Shumë shqiptar shumë i faleminderit. suksesshëm në Amerikë. Okay. Të dytët jeni ju. O, e në kam radhë. Plumpi Linçi. Plumpi Plumpi Linçi. Perë. Po, jo, Wow. Ku? Plumpi Linçi. Është Mira Murati, e i zbuluam. famshëm, Është i- Mira Murati. Ah, që ka Mira Murati. Okej, okej. Po jo ajo Mira Murati. Është mirë tjetër, kam Nga unë e jada, miropafshim. Okej. Se kisha emrin? Nejada Muçaj dhe Kejdi Preza. Faleminderit Rubin, faleminderit Lutem. Mario. I kafe turkës Edhe në pse botë me në flasim respektu kështu, pa ne do ja bëjmë kur Okej. vinim. Me kafe turk. Merri Kafe herë filxhanit, turkë. merri. Pa kena ju kena ardhur kështu me kom djathtë por. Pi çik se ka pirë aty kush ka Si ishte? qenë? Te po e marr me vete unë. Piçi. Te po e marr me vete. Baj edhe nuhate çdo Nuk mbas po- para nuk- emisionit. Nuk po ju a them ç'a do bëj me këtë. E vlla, je i martuar ke 8 vjet çfarë bësh me atë? Maksimumi nuhati të lejoj aty. Do lëvizim vlla? Duhet të ikim vlla se Po ke pra. se kalon me makinën Se kemi te një makinë parkim dysh poshtë. E ka pa gjobën Po duhet. kaloj ora shkonte 5000 lekë në javë, kështu Okej. që është gjunaure. Do të ftojmë në emision vetëm që të mësosh emrin. Do rrish aty i ulur vetëm të më thuash emrin Po saktë. si stadion Okej? emrin ty Nada, unë bëj nada, shaka. nada, Absolutisht nada, nuk është e nada. vështirë thuar ne jada. Edhe ai do ta thotë gjithmonë gabim. Përpara se të largohen. E ka alfabetin, me sa shkronja ka alfabetin? Ke 2 j? Këta paguen me fjalë që pushojnë me E kanë si këto që lexojnë, Tani që paguan me rresht. duhet lexojmë që se me këto paguesh domethënë. Si Mac Albania, sponsori i Expressit mëngjes, Okej, pikërisht i okej. Expressit. Edhe vlla, kafes që na në do vet. gaj shumë. O vlla. Na mundson që të kemi akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne, teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot, mos puno me limite, investon performancë si Mac Albania teknologjia që rrit prodhimin. Thënë e gjitha kjo, ne duke bërë pak serioz, do duhet i patjetër. falenderojmë Po për më në faktin fund, që më në fund. për faktin, shiko, njeriu merr atë që meriton. meriton dhe mënyrën se si shtron bisedën. Nëse ti ne jada, po, ne që gatrova emrin. Nëse ti ne jada kërkon që të kesh biseda të tilla, qesharake, ne do të përshtatemi se ne kemi për detyrë Faleminderit Rudi që merr formën e enës ku hidhesh. Shef, Mike niveli. Merë Ky është mikrofon. niveli. Merë mikrofonin hidhe. Atëre, nuk kemi përcaktuar akoma datat, por kemi përcaktuar që do jenë rreth darkës, rreth një ditë javës. Po. Gjithsesi ju ndiqni X Media dhe X Radio për të parë çdo informacion dhe çdo përdiqësim që ka rreth emisionit dhe sigurisht Xmedia.al Po. informoni atje për çfarë do lloj gjëje, aktualitet, politik, showbiz, lifestyle, bota, çdo gjë. Si nuk pyeti njëri për për Hildën apo. Për kë? Kush është kjo? Se njo. Asun. Okej. Asun se njoh. Vazhdojmë? Do të shkojmë me ku e kujtove këtë këngë Join Me Him valla, ka qenë 2002 ky DJ. Toni valla, çka kujtoj tani, çoj rreth 24 vjet pas. Ej, po ne flasim këtu apo themi thjesht mirupafshim? Mirupafshim. Si funksionon se Mirupafshim. Ju thoni faleminderit. 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 Okej. Lutem. Do të shihemi nesër në orën 7:00. Pafshim atë, pafshim.